përshtatshmëria ka të bëjë shumë. Për shembull, unë kam bërë kinoprof, më ka bërë sa e mirë ku mbaru, për Tefta Tash Koçën, te koncert në vitin 36. Si shumë njerëzve të tjerë, aktore apo jo aktore, i bëri edhe më bënda mua. Sigurisht unë s'mund ta bëja Teftën, sepse normalisht nuk është halli se në film do dali zëri i Teftës, por duhet të dish të këndosh, duhet të dish të hapësh gojën, duhet të kesh sa të dhëna me këngën. Kështu që, domethënë, mund të shkonte si frizur apo si portret, mund të bësh një gjë të përafërt, por ka raste të tilla që nuk e çon dot deri në fund. Ndërsa përgjithsisht kur kam bërë pastaj për role të tjera. Po çfarë ndodhi me këtë rol? Jo, unë kam bërë vetëm kinoprov. Dhe kaq, jo, sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Se kishe lënë se ti edhe e lënë. Jo, film nuk kam lënë, nuk kam gabuar në film.